Për gjithmonë, Banaking. Të nderuar miq, mirëmbrëma, takohemi përsëri në Fok. Gjithmonë, Banaking. Një intervistë te një nga drejtuesit e PD-s, Klliçi, e shkruar një ide mbasi e gabuar që Berisha nuk do të jetë kryeministër. Unë e kam kuptuar që Berisha këtë garë ka hyrë për të bërë rotacion më madh. Problemi është me sistemin zgjedhor. Në SBA, sistemi është presidencial, pra votohet për person dhe i gjithë fushata bëhet Trump, Kamala Harris. Në Shqipëri, fushata po bëhet e tillë. Berisha, Rama. Zgjedhjet nuk janë presidenciale. Zgjedhjet janë parlamentare. Pra, a mos duhet të shkojmë në sistemin si në Gjermani apo dhe në Greqi, ku përcaktohet për cilin kryeministër duhet votosh që përpara zgjedhjeve dhe pastaj të marrë aprovimin në parlament, e gjitha kjo është kryer nga tymnaja e polleve të paguara nga qeveria Ramës për të krijuar një imazh sikur PS-ja është në një avantazh në përparësi shumë të madhe. Edhe polli i kryer nga një pollster i cili ka qenë afër zotit Trump, për mendimin tim është nul. Ai e ka shpjeguar tek Bill O'Reilly, i cili ka qenë shpesh në fokus, dhe unë kam përnder që konsultohem shpesh të mësoj shumë nga kjo figurë e madhe, se nuk është e lehtë të kryhet një poll. Nuk është e lehtë këtu, sepse çdo gjë bazohet në statistikë, por nëse ditë lexosh drejt opinionin publik, arrin në përfundimin e duhur. Personi ka qenë pollster i paguar nga zoti Trump brenda fushatës të tij. Për mendimin tim, Shqipëri ka gabuar. Sepse, kur realizon një poll, je i detyruar të deklarosh sa përqind janë të PD-s, sa përqind janë të demokrat dhe socialist, përqindjet e femrave, sepse ti mund ta bësh në administrat, pollin mund ta bësh te garda kombëtare, ata që ruajnë Ramën, mund ta bësh me fëmijë që nuk kanë drejt votojnë. Pra nuk është aq e lehtë dhe nuk duhet të lejohet me ligj kjo ndërhyrje brutale në fushatat elektorale që zhvillohen në një vend vogël si është Shqipëria. Natyrisht që partitë vet duhet të kenë pollsterët, kështu quhen tyret. La Civita pa diskutim do të ketë marrë me vete dikë që realizon këto polle për të parë se ku është opinioni publik shqiptar dhe çfarë mesazhes duhet thënë. Në qoftë se do të bëja një paralele me Amerikën, Trump triumfoi në fushatën brenda partisë së tij, por pati 16 deri 20% që ishin me Nikki Haley, që potencialisht mund votonin për zotin Biden. Në përplasjen me Biden, të gjithë mendonin se Bideni do të fitonte ndaj tij. Por mbas debatit të parë skandaloz, çdo gjë ndryshoi. Fillimisht u rrit shumë Kamala Harris. Në qoftë se shikojmë pastaj strategjinë e fushatës elektorale, thirrja e Lewandowskit dhe Manafortit ndryshoi lojën. Mbas debatit dopt në zotit Trump, u përqendrua në spotet e reklamave të fushatës, duke përshkruar arritjet e presidentit Trump në mandatin e parë. Demokratët vazhdonin me spotet e reklamave sharse, ofenduese, pra negative. Fitoi kjo e dyta. Edhe në Shqipëri, për mua kjo duhet ngjasë në këto ditë që kanë mbetur. Berisha ka records. Ka qenë 2 herë kryeministër, Rama ka qenë 12 vjet. Mjafton të ballafaqohen arritjet, dështimet e të dyve, mesazhi del qartë. Gjetjet e Ramës me butafori bajate nuk i shtojnë vota. A i mendon se do të marrë votat e administratës. Nga burimet që kam, një pjesë e madhe administratës nuk e do. Berisha nga krau tjetër flet më serioz dhe ka një program. Pra thot, do të bëjmë këtë, do të bëjmë me shifra. Unë do të sugjeroja të jepen rekordet që ka pasur kur ka qenë 2 herë kryeministër. Shqiptarët, si gjithkund, besojnë ato që duan besojnë.
ai që është i majtë vdes i majtë, ai që është i djathtë po ashtu. Është ajo zona gri ku mund, duhet dhe nuk e di, a do të kafshojnë partitë e vogla. Akuzat janë që një pjesë e tyre paguhen nga Rama. Kështu thuhet media shqiptare. Unë nuk dua ta besoj. Gjithkush ka drejt garojnë sistem. Por kur analizon rezultatin mbas zgjedhjeve, këto partitë vogla dhe votuesit e tyre do të ndjejnë një lloj zhgënjimi nëse do të betonizonin në pushtet dikë që ka dështuar për 12 vjet. Shqipëria meriton ndryshe pa diskutim. Natyrisht që duhen deklarohen burimet financiare dhe ajo që ndodh me televizionet ndryshme që kanë filluar të kërkojnë pagesa për njerëzit që dalin në emision. Kjo këtu quhet skandaloze. Spotet publicitare të reklamave po, janë me pagesë. 1 miliard thuajse për çdo kandidat. Por kur dikush ftohet në emision, kjo e kalon dhe ofendon profesionalizmin. Dihet që kanalet në të shumtë janë të majta të kontrollohen nga Rama, ashtu siç janë biznesmenët, oligarkët e tij. Partia e Doshit mund të marrë 2 ose 3, ai thotë që nuk do t'ja jap Ramës nëse ka nevojë. Të gjitha gjasat janë që Rama nuk shkon 70 deputet. Me pollet e kryera këtu, për votuesit shqiptar amerikanë në New York, PD-ja është rreth 53%. Nuk e di si është në rang Amerikan, Michigan mbasi mund të jetë më shumë, por si do të jetë në Evropë, ka probleme, Spaku ka marrë përsipër që të zgjidh. A do të vidhet përsëri vota shqiptare? Ky është problemi i madh. A duhet ta tejkalojmë ne të kemi një hap të madh, që të kemi rezultat faktik dhe a premtojnë partitë e mëdha që ta ndryshojnë këtë sistem zgjedhor shumë goditës. Style. I mean, it was like bigger than Reagan, bigger than anything else, blow away nomination. He was ahead of Biden then. And then he made the lead so much bigger that they forced him out. Hard hitting, not a lot of ideology. Then when I advanced in my career, I became friends with Mike Wallace. Some of you know that. Që janë kthyer të thejshëm. Po, nga 80.000 aplikant, 28.000 ishin refuzuar, që i bie afërsisht 2/5 të refuzuar. Trump duket se është fitues ndaj CBS, ndaj emisionit shumë të quajtur 60 Minutes, që ka qenë si një shkollë për çdo gazetar që ka ardhur ka studiuar këtu në SBA. Por nga viti 93 kur unë kam ardhur për studime këtu, 60 Minutes ka ndryshuar shumë, nga 20 milion shikues ka shkuar 5, 6 ose 7 milion, dhe ai skandal i montazhit të intervistës së Kamala Harris përpara zgjedhjeve, duke hequr pjesë tek qija, duke vendosur pozitive, krijoi këtë përplasje të mëdha. Trump i ka hedhur në gjyq, kërkon 20 miliard dollar, nuk do të ngjas, do të ketë një lloj marrëveshje. Pronarët e CBS-it kërkojnë të shesin të kanalit e Skydance, pronë 1 miliarderi, por kjo duhet aprovuar nga zoti Trump. Ndaj kanë vënë kushte që të 60 Minutes mos të sulmohet zoti Trump. Kjo ka bërë që producenti kryesor të abdorheqen, ka hikur pavarësia, independenca, e një emisionit madh që faktikisht kishte kohë që shkonte majtas. Bill O'Reilly diçka rreth kësaj. The current executive producer of 60 Minutes, Bill Owens, yesterday quit. He said, quote, "Over the past few months, it has become clear that I would not be allowed to run the show as I always have run it. To make it because CBS Paramount wants to sell to a company called Skydance, which is run by the son of Ellison, the billionaire, okay? And that deal has to be approved by the federal government, the FCC. Nga kritikët më të ashpër të presidentit Trump, vazhdon të jetë ambasadori Bolton, pjesë e neokonsave republikan, i cili e njeh nga afër. Unë ndaj disa nga metimet me të, por
shpesh jam dhe kundër, por falenderoj gjithmonë që është i gatshëm që për Focus TV t'i jap intervistë dhe mendimin e tij. Really, it's in everybody's interest to understand Kosovo's an independent country. It's going to be an independent country. There are issues to work out with Ka Serbia. çështje që duhet të zgjidhen me Serbinë, por çdo vend në Ballkan dhe Europë duhet t'i favorizojë ata Kosovën ta kaloj këtë. Something could go wrong, and at a time when we're already facing this. Ka rrezik se diçka mund të shkojë keq në një kohë kur përballemi me Ukrainën dhe nuk është koha të përballemi me destabilitet në Ballkan. A ka ndonjë lidhje mes Kosovës dhe ato që ngjau në Krime? Apo mos mendon Vučić të bëjë të njëjtin gjë? Shpresoj që jo. Kam besuar se rregulli i ligjit në Europë ka qenë që nga viti 45, por dënuar disa herë në Jugosllavi, është se ju nuk mund të përdorni forcë të ndryshoni kufinjt në kontinentin e Europës. Ky është ligji, ky është rregulli. Është në interes të Amerikës që ky ligj zbatohet sepse stabiliteti në Europë është në interesin amerikan. Kushdo që e thyen këtë nuk do të marrë pritet ngrohtë në Washington. Ajo që duket lufta e presidentit Trump me universitetet e mëdha si Harvardi, në fakt është diçka që duhet ndodhte. Universitetet kryesore amerikane vuajnë nga wokizmi. Shumë të majta, DEI dhe profesoriati për shembull në Harvard është 94% demokrat, pothuajse kështu dhe në Columbia. Tani, ti kur ke një agent të majt, një agent që është kundra asaj të presidentit Trump, si shpreson dhe pret që të marrësh miliardë $, nga fondet federale. I bëri një kërkesë Kolumbias, do të heq fondet federale, në qoftë se do të vazhdosh me DEI. DEI është ndryshueshmëri, përfshimëri, pra ti do të futesh me kota falas, transgender, gay, afrikan-amerikanët në dëm të racës së bardhë, të cilët mund të jenë me rezultate shumë herë më të mira. Gjithashtu Trump ka kërkuar të ndalohen protestat politike pro Hamasit, por Harvard ka vendosur ta hedhë në gjyq zotin Trump edhe pse presidenti i Harvardit është hebre. A ka shanse që Harvard fitojë me presidentin Trump? Në gjykatat e distriktit dhe të apelit do të ketë sukses, në gjykatën supreme nuk besoj. Janë miliarda e miliarda $. Në fakt, fondet federale ndihmojnë kërkimet shkencore në universitetet e mëdha, por Harvardi ka një përgjegjësi të madhe sepse aty prodhohen gjyqtarët e majt, të cilët më pas hidhen në sulm ndaj zotit Trump. Janë 200 padi gjyqësore ndaj urdhrave të tij ekzekutiv dhe janë bërë nga gjyqtarët e majt. Ka raste kur në një gjyqtar idiot, siç ishte rasti i të nominuar nga Reagani, kanë dalë të kundër presidentit Trump. Problematika qëndron tek përpilimi i urdhrave ekzekutiv, të cilët kanë qenë nga 200 deri në 500, ka probleme dhe këto do të diskutohen gjitha deri në gjykatën supreme. Trump duhet kaloj përmes Kongresit dhe Senatit me ligje, sepse urdhrat ekzekutiv kthehen mbrapsht nga një president i mundshëm demokrat, siç po kthehen zoti Trump urdhrat ekzekutiv të Bidenit. Deri tani nuk ka pasur sukses me legjislativin, pra me Kongresin, ende përplasje të mëdha për buxhetin se është një grup republikan që janë konservator fiskal. Trump ka qenë shpenzues i madh në mandatin e parë, kërkon shkurtime mbi $4.5 trilion për shtresën e pasur korporatat dhe kërkon që këto të bëhen shkurtime tek sigurimet shoqërore, ai thotë jo, tek shëndetësorët, Medicaid dhe Medicare, si quhet këtu, sepse në Pentagon nuk ka shans. Ndërkohë, duket që Departamenti i Shtetit do të ketë përgjysmim të fondeve të tij. Pollet e organizuar nga televizionet Crowdmight, të cilët nxjerrin rezultate që Rama pëlqen të dalin ashtu siç tonë ata dhe siç i porosit ai, janë një shkelje e vullnetit të votuesve. Nuk mund të realizosh një poll duke pasur qendrën në Itali apo edhe këtu në Amerikë. Pa treguar mënyrën se si e ke realizuar pollin,
pa treguar, le të themi, sa përqind kanë qenë të pyetur nga socialistët, sa përqind nga demokratët, sa përqind janë femra, sa përqind janë meshkuj, sa përqind janë administrat, sa janë ushtri, sepse ti mund të bësh një poll duke marrë samplin me një vet nga administrata. Dihet që fitues do të nxjerrë Ramën. Kush afron listat e votuesve? Që të kryesh një poll këtu në Amerikë, paguan për të marrë listat e votuesve, republikan, demokrat, nga të dhënat shtetërore. Dihet loja e patronazhistëve në Shqipëri dhe ky lloj anketimi, këto lloj pollësh ndikojnë për pesimizmin e një grupi votuesish dhe entuziazmin fals nga grupi tjetër. Pra, deri në Amerikë, të trembur nga pollet, të cilat e nxjerrin 20% poshtë PD-n, që s'ka sesi, arrin që të bëjnë propozime që Berisha të largohet, të vendosë një qyteri, tani që është 2 javë përpara zgjedhjeve. Kur realitetin askush nuk e di, Rama vet në fillim ka thënë 94, ka shkuar 84, tani thotë që 71 kemi të sigurt. There's companies that sell you the data. I have to pay for the samples. So you pay for the samples. The Republican Party uses certain people. They have a company called Data Trust that keeps their data. There's other ones like i360, et cetera. They have every voter in the country, and we know like 5,000 to 7,000 pieces of information on each voter. We have a database. Okay. So you got 50, have a model of results. You got 50 states, but you only have 1,000 recipients. So you get every state in there, or what do you do? Yes, we do. Some states like Alaska get 1 or 2 calls. That's about it. But you proportion it by the actual vote, by the way it came out. Like you had mentioned that there were 153 million votes so far. There was just under 160 million in 2020. And we know who those voters are. There's 90 million more people that were eligible that still didn't vote. And but they're eligible and they're out there, and so we know who they are too. But Donald Trump won this race decisively. Okay. And I don't think anybody quibbles with that. I think that is a known fact. Thank God for the country. We didn't want to go through what we went through in 20. Okay, so the first headline, and you correct me if I'm wrong, I'm just going by what our researchers came up with, is that the primary reason Donald Trump was elected was the high prices in America. People are suffering because of that. Is that true? Top issue, without a doubt. 4 or 5 voters said they were negatively impacted by it. Half struggling to just get by. Okay. So if that's the case, why didn't the Democratic Party know that? Because they stayed away from that totally. They caused it. They caused the inflation. I know they caused it, but they could have made an excuse that COVID did this. And Gjithmonë Banaking. Rubio deri tani është tërhequr shumë nga pozicionet e tij të mëparshme. Si për NATO, si për drejtat e njerëzit, ka pranuar që të shkrihet Byroja e Drejtave të Njerëzit të Demokracisë. Ajo byroj që përpilon ato raportet e famshme të zgjedhjeve vjetër, nuk do të kemi më. Do të shkrihet. Ikën posti i nënsekretarit që mbulonte këtë byro. Nga 700 byro dhe zyra në departament do të mbesin 604. Do të shkurtohen rreth 130 zyra dhe byro. Buxheti do të jetë 50% me ulje. Pra nga 50 miliard, 56 miliard do shkoj diçka te 28 miliard. Do të hiqen 700 diplomatë të lartë. Departamenti ka 80.000 vet. 27.000 janë këtu, të tjerët janë nëpër botë. Do të shkurtohen 30% konsullata dhe ambasada. Nuk janë në fakt se kush. Nga diplomatët këtu karriere 14.000 janë diplomatë karriere që me rotacion shkojnë kudo. 13.000 që punojnë në departament janë punonjës të shërbimit civil, por jo diplomatë. Thuhet shpesh që 25% e departamentit kanë qenë të sijas. Nuk është ndonjë sekret, pse kush janë nuk thuhet. Ata i dinë si analist. Në raste të veçanta, kur një vend ka një problem të madh, emërohet dhe një nga të sija si drejtor, si ambasador. Shqipëri, base 1, base 2. Më vonë dalin del gjithçka. Rubio
deklaroi që Departamenti Amerikan i shtetit vuan nga skleroza, fryret mëdha burokratike dhe byro dhe departamentet ndryshme kanë qenë platforma të majtës radikale, duke qenë haptës kundër forcave konservatore djatha dhe i thotë si në rastin Hungari, Poloni dhe në Brazil. Do të donin përmend të Shqipërinë. Nuk e njeh situatën të ne, apo nuk kemi ne këtë rëndësi sa ka Hungaria, Polonia, Brazili, të cilët ai i përmendi. Por shpresa është kjo. Në një vend vogël si Shqipëria, si Kosova, për ish vendet komuniste, kjo administratë me politikën e re, zoti Trump do të mbështes forcat konservatore. Është një lajm shumë i madh, sepse departamenti, sidomos vitet e fundit, ka qenë haptas në mbështetje të forcave të majta. Rubio do të shkrijë Rubio. Ata strategët që kanë për shkrirjet, edhe byroën për shembull që merren me refugjatët, me emigrantët. Ishte skandaloze, rreth $300 milion 10 vitet e fundit, dhe fondet të dhëna nga kjo byro për NGO-t e Sorosit lehtësonin hyrjet e paligjshme të emigrantëve në Amerikë dhe në Europë. Jo më. Hiqet dhe kjo. Duke bërë shkurtrime rreth 18% tek personeli, do të ketë mundësi të largohen ata skefterët e majtë, duke hequr edhe provimin e pranimit si diplomat, që ishte një pengesë, por kryesorja duke hequr zyrën e DEI, për atë mos favorizohesh të bëhesh ambasador si Lu, që ma ka pranuar me zumë që si aziatik-amerikan më kaluan në provim sepse nuk i kisha nota dhe arriti aty ku arriti, pra të ketë të vlerësojnë si mbasaftësive, edhe pse diplomatët thonë që departamenti është i bardhëve. Dihet që kultura korporative e departamentit ka qenë e majtë, shumë e vështirë ta përmbysësh, ta kthesh në kulturë të djathtë, por me Rubion shanset janë që të mos kemi një departament të natyrës Blinkenit, të cilët kanë dëmtuar shumë të djathtët kudo në botë, kanë dëmtuar këtë vend të madh dhe kanë krijuar lehtësi dhe mundësi për një figurë të përshtirë si Soros. E kam thënë disa herë, me pak dollar krijon NGO dhe FBI përmes, Departamenti i Shtetit përmes dhe USAID miliarda dollar, duke shkatruar sistemet e drejtësisë, dhe Shqipëria është një provë për këtë. Do të ketë time është thënë, se kur nuk e di. Natyrisht që një departament amerikan i shtetit ndryshe do të jepte një të ardhme ndryshe edhe për vendet që aspirojnë këtë demokracinë amerikane, dhe kërkojnë që të mbështeten forcat reale dhe jo i hijet e të kaluarës, sidomos një e majtë kriminale në Shqipëri, vazhduese e Hoxhës, nuk ka pse të tolerohet më. Por ata që vendosin në fund janë votuesit në çdo vend. Në Shqipëri vendosin shqiptarët, në Gjermani gjermanët, në Francë francezët. Vota është themelorja kryesorja që gjithkush ka në dorë. Shpresoj që do të shkojnë në drejtimin e duhur. Si do të jetë diaspora? Doktori Milaim Nela ka mendimin e tij nga Londra. E tyre, edhe nuk e di, tash nuk e di sa është numri, jo përmendet shifrën 36.000, por në ndoshta që më parë që ishin që janë kthyer 36.000. Po, nga 80.000 aplikant, 28.000 ishin refuzuar, që i bie afërsisht 2/5 të refuzuar. Tani çfarë ndodh sipas meje? Në KQZ, unë mendoj që aty është grupi patronazhistëve që filtron aplikantët. Eksakt. Ku është, nga është, kë ka të afërm, në cilën zonë i takon të se vota do shkoj atje në zonën ku kemi qenë të regjistruar për herë të fundit. Kështu që e gjen një artific ata refuzohet ky. Ky që potencialisht voton kundër nesh. Kështu që për mua ky koha do e vërtetoj, po për mua ky do të jetë manipulimi më i madh në histori i votës. Domethënë, kanë mbaruar punë me patronazhimin brenda, tani po merren me patronazhimin e votës jashtë. Ata të paktën, opozita duhet të sqarojë këtë, që të dihet si votoi diaspora, mos ngatrohen me këto tjerë të mos amorin vetë. Le të themi që votuan 200.000 dhe unë duhet ta di se si votuan këta 200.000. Duhet të jetë në një duhet të jetë kutim vetë, siç këtu për shembull ajo ide që thotë ai që për mungesë adrese, për mungesë dokumentash, mua më duket nonsens. Në Amerikë ti mund të shkosh për të votuar, këtu votohet pa ID në shumicën e shteteve. Dhe nëse një nga komisionerët që është aty thotë që ky doktori ose Roberti nuk është te kjo, nuk i ka, ti prap voton.
votohet në zarf dhe janë sa kuti tjera që quhen vota diskutueshme. Pra dhe këta 36.000 vetë që ky ka mund të votonin, të rinin me kuti dhe në fund, në qoftë se numri i diferencës midis dy fituesve është më i vogël se këto vota diskutueshme, atëherë fillojnë e merren me këto, por nuk e heq drejtën për të votuar. E them këtë sepse vetë ai vend atje thotë e duam Shqipërinë si Amerika, si këto janë shembull, unë shembullin kinez nuk e di, shembullin rus nuk e di. Unë di shembullin, nga i marrin shembull nga Nigeria, se nga Anglia jo, se te ju unë di keni sistemi më të përkryer 2 javë zgjedhje pa fonde, pa reklama majoritar. Te ne vazhdon sistemi hibrid. Le të shpresojmë që mos e dëmtojë pas një poll i fundit të Euronews e nxirrte opozitën me 70 mandate, kjo është lajm i madh, por me diasporën do ç'bëjnë. Unë e para punës aty nuk i besoj aty pollave të Euronewsit, për mua janë absolutisht fake. Nëse ato polle që janë në Shqipëri me fjalë, pollet nuk besohen këtu. Sigurisht, sepse është qelbur nga koka puna e pollave. Zavaret kush i bën. Të flasim për Shqipëri. Unë personalisht kam parë, besoj më keni ndikur, kam parë një naivitet që ju përmendën punën e opozitës. Opozita i është futur detit në këmbë me këtë pranimin e kësaj vote, sepse tani edhe nuk e kundërshton dot publikisht, sepse merret si kundër opozitës. Dhe interesi jonë është që të ndihmohet opozita, pavarësisht gjendjes ku është. Mirë, po të gjitha elementet, nëse i analizon një nga një, nuk të del llogaria. Nuk del llogaria në fund, sepse ke një KQZ, ke një person që është Elirian Celibashi, që edhe ato elemente të pavarësisë së sistemit që ishin deri në vitin 2013 i hoqi, se atëherë e shifshin kamera edhe numërimin edhe gjithçka ishte. Tani është hequr edhe ai element. Patronazhimi që nuk ka asnjë përpjekje, asnjë përçapje të eliminimit të patronazhimit që është problemi kryesor, dhe e dyta nuk është bërë asgjë për dënimin e krimit elektoral. Absolutisht asnjë dosje. Tani del ajo drejtësia e re dhe thotë që ne do marrim masa për zgjedhjet e ardhshme. Po ti s'ke dënuar, nuk e ke bërë shembull atë zgjedhjeve që kaloi. Si do ta mbrosh tani? Le ta shohim. Tani po na trajtojnë si budallësh kur të mohabiti. Sa herë që kthehem në Shqipëri, është një grup miq të mi shkodran që më detyrojnë. Me dëshirë shkoj deri në Shirok, në atë vend bukur. Herën e fundit pata një takim me një emër të madh futbollit Shkodran, Paulin Ndoja. Jam ndjer keq kur kam mësuar lajmin se ka ndruar jetë. Kishë bërë një premtim ta kisha në një intervistë gjatë zotin Ndoja. Do të mundohem të kem Lek Mirakën, i cili ka kaluar mbi 44 vjet internime dhe burgje, sepse Paulin Ndoja ka pasur lidhje. Miraka e ka djalë në Dajës dhe më ka thënë që sa herë që Ndoja luante në lushnjë, vinte na vizitonte në kampet e përqendrimit. Dhe Miraka i thotë që biografia jone dëmtoi atë, që unë dalua me ekipet kombëtare. Unë, edhe pse i vogël, e mbaj mend të veshur me të zeza, Ndoja, një njeri shumë fesnik, dhe bëja turimin që u pret në paqe ky emër i madh i futbollit shqiptar. Festes Miraka edhe? Është tamam djali i Dajës. Nana ime dhe baba i Pavlinit janë motra dhe vëlla. Kjo ka qenë biografia e keqe që thoshin për Ndojën e madh. Kjo ka qenë biografia e keqe e çmendur që ai regjim idiot ku i Pavlini kishte 5-6 vëllezër e motra, ato nuk i jepshin vizën për jashtë për me luajtur futboll. Këta thu se ai do ikte një kohë kur i ati ti ka qenë mësues në Pentar, në Kufi. Edhe po të kishte dash me ik, e kishte fare kollaj aty me të fshatarët aty me kalu Kufinin. Po se kishin plan. Po në funeralin e Pavlinit unë nisa me që nuk isha mundësi fizike të jem aty pranë, që do t'ja hedh një grush dhe, qova një fjalë time, një prememorje si thush. Dhe unë nuk thash as i madh, as legend. Thash, ti ishe më i madh, për arsye se ishe njeri, kishe vlerët e njeriut. Jo të ato. Sa për legendën ajo është bërë legend historia e Pavlinit. E ti më pyete, të ka thënë Pavlini që i vinte na shiftën, po. Ka.
Edhe kur ka ardhur, kur ishte ushtar në Skrapar, se ato për dënim e patën që në Skrapar atë Egzim Kasmin e një Rudi më duket Elbasanit, nuk di këtë tjetër. Aty i donë dhe Partizanit. Atë e ban skuadrën Skraparit, që me tanë kategoritë parë, po vendin partie nuk e nxorën pastaj. Po në atë kohë Pavlini vinte në Lushnjë, se me që ishte në Berat dikon aty, edhe vinte në shifte. Megjithëse ne i thoshim në mos, se ne e dishim pozitën tonë. Edhe unë atë për memoria i kërkova të falur. Thash, na fal Pavlini, thash, se pa dashje ne mi bashkak që ti të vujsh. Edhe kjo është një realitet. Ai vujti vetëm për shkakun tonë. Se si sportist kualiteti i tij nuk diskutohet, si njeri aq pa tepër. Nonën mos gaboj e kishte nga Marizi? Po, nanën e kishte nga Marizi. Edhe ajo e shkreta vujti tërë jetën, se edhe i daja im vdiq i ri, edhe la atë me 5 fëmijë, 5 a 6 fëmijë. Me 6 fëmijë, 4 djemë me 2 vajza, edhe kanë vujt. Pavlini qysh i vogël i ashtë dash me punu. Se kishte u bë, si thush, kujdesari i familjes. Daja i vogël që ishte daja që kujdesesh për familjen, kishte nevojë për njerëz që ta ndihmonin, se nuk marrësh një familje me 7-8 vetë, vetëm me punën e tij, kështu që Pavlini qysh i vogël ka filluar të punojë. Kur vinte aty te kampet e internimit, kur i thonin që po rrezikon, çfarë thoshte ndoje? Pavlini ishte tipi Shkodrani. Maras, mos na çaj kryt, që s'gjej kryton vetë për ta, që s'çaj kryton për ta. Kësi natyre kishte Pavlini. Ai vinte në vllaznia, kur vinte në Shkodër, ju shën Lushnjë, ne dilshim natyrisht kur kishim mundësi ose kur na lejojshin me tal. Me vishme e pa, rishim të e pa tinës ashtu, ai sa na shifte vinte turës të ne. Po mos më Pavlini se po merr vetë qafë, ai merr punë madhe. Se ishte natyrë tip Shkodrani, puro Shkodran. Edhe njeri me vlerë aty, ai donte firsin e vet, i donte njerëz të vet aty. Po nga shkaku jon humi Pavlini, humi vllajti Fredi që Pavlini më ka thënë ishte një talent. Edhe nuk shpërthej dot për arsye se biografisë. Humi edhe ai më i vogël i Franci, që ishte portier edhe i Vllaznisë, e i Kastratit më duket. Aty edhe ai e pagoi për Gaci, jo se Franki, Gaci është nipi. Edhe nipi i Pavlinit e pagoi për nesh. Bas 90 si e kujton takimin mendoj? Mas 90 se ne kishim derën tonë të hapur atje te Pavlini. Atje shkojshim, ishte kënaqësi, kishte një gru të mirë, një zoj gru Frida, e cila na priste me dashuri dhe me kujdes të veçantë. Natyrisht një gotë vend Pavlini të pinte, edhe ne si gjithë do e ndiqim. Po ishte kënaqësi të rrishe me Pavlinin, fliqe me të. Kur ishim në kampet e internimit, e nishim në atë emisionin sportiv. Në radio, kur çdo neshe priqim komentet, Vllaznia luajti në Kavaj, si luajti, edhe në çdo koment, pa përjashtim, pothuajse të gjithë komentet e asaj periudhe, përmenesh Pavlinoja që i mrekullueshëm. Nuk e lanë medalja shtetit ndonjëherë, ja. Me shtetit absolutisht edhe çmendori e tyre. Ai kishte 6 vëllezër e motra, ku të shkonte Pavlini? Pavlini sakrifikonte veten e vet për to. Jo të sakrifikonte ato për kapriçet e veta. Po ashtu ishte ai regjim. Aty kam një fotografi këtu të në mos gaboj, të viteve 70. Në qoftë se e shef këtë fotografi këtu, po, vajzën time. Po, fotografi e viteve 70, 72 në ato vite. Pavlini, ja e shikon? Po, sa i gjatë. Me vajzën e një armikut, sa të kokër, bëte fotografi, e merte, shëtiste, aty. Po ne ishim të internum, aty, po fëmite në gruja, ato gjithë aty shkoshin. Pavlini, shiko, qërë kokrisuri ishte.
Unë isha me gjithë tim vlla ishim në burgun e Qafbarit. Edhe nana, gruaja, kur vishin me na pa, ndaleshin të daja, të Pavlini, të këta. Ky që është në mjeserët, merte valigjet, strajcat të mishin këto me ushqime, edhe i merte në përmjet tanë Shkodrës, të hecë në për Sarreq, të edin Sarreqin, po është që janë në Shkodrë, Sarreq e Shkodrë të stacioni trenit i qonte, i përthilte, i hypte në tren, i hypte në autobus, aty, e së qanë të kokën se është me halën e vetë, e për atë halë ishte të vujtë, se halë ati ishte e martuën me Kolbi Bjerakën, e kështu që ja i vunte për atë punë, po s'pyste, thote, hajtë marë punë e madhe, që do mbajnë mu, ma të e përse kaqë. Nuk e di, për ne që e humje e madhe, por mendoj që e humje e madhe dhe për sportin shkodran, sportin të shqiptar përgjithësi, se humje një legjend. Pavlini ma shumë se sa pati mundësi më shfaqi në arenë nërkombëtare, ai u bë legjend, se nga që se lejojshin, ndoshta i dhanë dhe merita, nuk e di. Ai si kishte gjitha ato merita që i jepeshin. Po jetoj si njeri, dhe vdiq si njeri. Kjo ishte vlerë ati, nuk ishte vlerë sporti, sa kishte vlerë të qenunit, ashtu si duhet me qenë njeriu. A e nderun pas 90-s ashtu si që meriton dhe jam kurioz? Po i kanë dhënë atë titullin mjeshtri i madh i sportit. Aty në funeralet e tij organizuan bashkia dëshme e bën bashki, me thënë drejtën Benit Beci bëri lajmërimin e parë, edhe mori përsipër me bë funeralin bashki, por ato sportdashësit e Kuriun aty vendosen me bën stadium. Kishin qenë gjithë duka e çfarë janë këto të sportit në rrethet e tjera, e kanë nderu. E pasaj kanë bërë funeralin atje në familjar, si thush, që kanë qenë me shumicë njerëzish, që siç më thonë, se unë nuk kam qenë prezent aty. Shiko, Pavlin Noja, ma tepër se sportist, ishte një simbol i rezistencës kundër diktaturës. Bravo. Kupton? Ai njerëzit nga që qeveria luftonte, edhe pengonte, njerëzit ishin edhe ma shumë të aposionuin mbas tij, edhe ma shumë nëse arritën vlerat e tia si sportist. Unë nuk e kam pas të luajtur një herë, nuk e kam pas në lushje të luajt, një neshe të dobe për, do me thënë pa nivelin që mund të ishte me kur duhet të Partizanin, Dinamën, po kam përshtypjen se u bë simbol i rezistencës, u bë simbol që populli të regonte antipatin, atë kundërshtimin ndaj regjimit. Ju e dënonin ne për krajm, se Pavlini ishte dyrë të hapura gjithandej. Edhe kjo ishte sfidë kundër regjimit. Edhe një ndër arsyet që më kanë thënë, një person i besueshëm që ishte prezent aty në atë event, në një mbledhje të komitetit ekzekutiv, kur diskutohej çështja e Pavlinit, dhe dikush aty nga ato sekretari para, kryetari i komitetit, nuk e di se cili nga ata, thotë, si të lejojmë ne të lozim Pavlin Noja në stadium, kur hyn Pavlin Noja në fushë që gjithë stadiumin kam, hyn në hekoran i saj në kam, s'le vizas njeri. Kjo e këtë, do me thëmë, shmendoritë e kohës, shmendoritë e regjimit. Mu më ngeri peng që nuk bëra një intervjist, kam qenë me shëndetjen me një grupë sportisë në Shkodran, kaluam me të vërtet në kënaqësi. Unë jam i brez, unë mbaj mend pak se jam brez më i vogël, po emri ka ngelur. U pret më pak që e fundit fare di që e ndjek situatën të pak në Shqipëri. Si po duket? Cilën pyetje që ishte pyetja në fakt Robert? Situata në Shqipëri. Situata në Shqipëri, me thënë drejtën, unë kam qenë ndoshta pak i smur, se ndiqa me shumë pasion atë situatën, me shumë pasion ato mendimet e mia, jam i zhgënjur totalisht. Jam i zhgënjur një herë me edhe Rama diet, Partia Socialiste në një vend normal, me pak normalitet, jo shumë. Nuk do të ishte më në sferën politikës fare, me gjitha ato skandale aty,
nuk është ajo historia mi hantarët nga mrapa. Të hantarët nga mrapa je rojtari keq. S'ke ditë me i rujt. Vetëm në Shqipni hecën ajo formull mi hantarët se cili berë lidhet për kamleve të nuk është e vërtet. Në majmen kur ishte qeveria angleze konservatorve mas Margaret Thatcher harroj kush që Merë, po, aty, dhe për një skandal të vogël se një nga zëvendës ministrat, nuk e di se cilën, kishte pas dashnore një ruse që kishte doli që ishte agente e KGB-s, pa tërë qeveria dorëheqen. It's normal. Këtu shtetet me të formula mi hantarët nga mrapa. Nërsa nga ana tjetër jam i zgënjur plotësisht, se në qoftë se do kishte pas vullnet mirë nga ana e Partisë Demokratike, udhëheqjes saj, kryesisht Sali Berishës, sot Partia Demokratike do ishte në pushtet, që në 2021 do ishte në pushtet, edhe më për tashtia që do diskutohesh fare, në qoftë se do kishte pas vullnet për me fitu, po më duket nuk është ai dëshirë për me fitu. E shikoj dhe nuk e di pse, por në gati një vitin e fundit, kam pasur një dëshirë shumë të madhe, sa i citeroj tim shoqi gjatë gjithë kohës. Shikojmë shumë shqiptarë që kërkojnë orvatën ty në lojë, në politikën e madhe, nuk është e lehtë. Partitë e mëdha vazhdojnë me nepotizma, por ka nga partitë e vogla, pata Blerta Beganjin, e cila kërkon të lërë Irlandën dhe të kthehet në Berat. Një segment. T'jesh ra. Shiko, dashuria për kombin, apo dhe ideja për të nisur një biznes në Shqipëri? Sigurisht, unë jam sipërmarrëse, kam qenë sipërmarrëse më parë, jam sipërmarrëse dhe dëshira për të vazhduar sipërmarrjen nuk është se më ndalon me kthimin në Shqipëri. Sigurisht që dëshira për të ndërtuar një biznes timin akoma dhe më të madh se që kam këtu është ndoshta jo për ta rindërtuar, por për të vazhduar, për ta zgjeruar biznesin që e kam këtu. Kam luksin që biznesin në cilin unë jam mund transferohet lehtësisht kudo në botë. Këtu nuk di, varet do licencë, në Shqipëri besoj se të pengon njëri. Tjetra që doja të thoja, në Shqipëri janë dy partitë mëdha, BSE-ja për të vetë. Sa ke menduar se mund të arrish votën në Berat? Nuk është e lehtë kur nuk hyhet në partitë e mëdha. Ta kanë sqaruar këtë? Unë e kam marrë si një eksperiencë në rast të parë, si një challenge, se nuk po më vjen fjala në shqip. Sfidë. Si sfidë. Dhe pse jo? Në fund të fundit, unë ndonjëherë them ne ndodhemi ndonjëherë në momentin e dur, në çastin e dur, dhe unë jam një mbështetëse e fortë që nëse t'i jepet një mundësi, bëje, nëse arrin diçka, testoje, nëse arrin diçka shumë mirë, nëse nuk arrin diçka, në fund fundit është një eksperiencë dhe ndoshta me zërin tim dhe ndoshta me idetë e mia do t'i tringulloj dikujt në vesh dhe ndoshta do fillojnë dhe do thonë po dale se kjo goca pas ka pasur ndonjë çik të drejtë dhe do shkosh do të fillojnë të mendojnë një çik ndryshe. Ajo që quhet luftë tregtare me Kinën në fakt nuk është luftë tregtare. Ende Trump kërkon të balancojë deficitin e madh tregtar. Me Kinën e ka $300 miliardë. Por kur kemi edhe $300 miliardë tjera interesat që amerikanët paguajnë çdo muaj sepse Kina kontrollon $756 miliardë bonë thesari, po të shtosh dhe vjedhjet intelektuale, kjo mungesë është rreth $1 trilion. Por Kina në ekonomi është një histori suksesi. Nuk kopjoi sistemin amerikan, kopjoi Singapurin. Natyrisht që Amerika nuk ka nevojë të blej prodhime kineze. Këtu mund prodhohet çdo gjë, por janë larguar fabrikat dhe Trump
në qoftë se arrin të jetë i suksesshëm, do të hyjë tek presidentet më të mëdhenj. Megjithatë ka dhënë sinjale që do të ketë deal me Kinën për ajo luftë tregtare. Do të kërkojë në mënyrë reciproke që ta baraspeshojnë këtë deficit të madh që ka pasur. Sekretari i Thesarit, i cili ka qenë ortak me Sorosin, OpenGay, ka dhënë mesazhe të ndryshme. Trump ka dy lloj njerëzish në administratë, ka ata që janë shkatrues, Elon Musk, skandalozin e Pentagonit, Hegseth, ka ata që janë mundësues, që krijojnë mundësira, krijojnë lehtësira. Rubio, Bessent, sekretari i Thesarit, i cili tha ne me Kinën duhet bisedojmë. Trump thotë që kanë nisur bisedimet, kinezët thonë jo. Janë 18 vende që kanë kërkuar të bëjnë marrëveshje. Trump do të ketë me to. Sekretari i Thesarit, ish partneri i Sorosit, OpenGay, i cili mbahet nga një emrat e më të mëdhenj të Wall Streetit, aktualisht ka ndryshuar, ka kaluar nga e djatha, thotë që ne me Kinën duhet bisedojmë seriozisht. Dhe kjo ka bërë që aksionet rriten përsëri në Wall Street, sepse edhe Kina duhet shikojë më shumë me prodhimet për tregun e brendshëm, ashtu si dhe ne. Pra ne kemi mundësi ta ristrukturojmë si ne ekonomia më e madhe, por dhe Kina, ekonomia e dytë më e madhe në botë, të mendojmë që për tregjet e brendshme. Dhe ai ka besim se kjo do të ngjas, do të ishte në të mirë të gjithë ekonomisë botërore. Sa i përket asaj që po ndodh në mosmarrveshjet për atë paqen e munguar Rusi-Ukrainë, ideja është kjo që media e majt sulmon zotin Trump. Është e çuditshme që të majtët kërkojnë që lufta të vazhdojë. Industria e luftës, kompleksi industrial kontrollohet nga djathët, jo nga të majtët. Dhe media ka mbyllur syt për të mos parë realisht anët negative të kësaj bote të sotme. Për ta, çdo gjë është të sulmojnë, urrejnë presidentin Trump me çdo gjë që ai bën. Natyrisht që ka krijuar probleme me tarifat, por gjua e urrejtjes është shumë e madhe. Putin kërkon të shtojë territoret me një fiksim perandorak, kur e di që shteti i tij nuk e ka këtë forcë, dhe flitet që të vrarët nga dy palët janë 1 milion. Sapo Trump kërkon të bëjë marrëveshjen, Zelenski thotë unë nuk pranoj që Krimeja të jetë e Rusisë. Zotëri, faktikisht ajo është kthyer e Rusisë, nuk është pasojë e këtij konflikti. Pra atë nuk e lejon kushtetuta. Nuk duhet flas në qoftë se do paqe. Natyrisht që në këtë përplasje të humbrit do të jenë pala e Ukrainës. Putin nuk tërhiqet, do të bëjë disa lëshime, e ka kërcënuar Trump, por vjen një çast që Trump dhe mund të tërhiqet. Lidhur me kërcënimet ndaj vendeve të NATO-s, duket se janë reale, sepse dhe Këshilltari i Sigurisë Kombëtare, ndaj të cilit pati sulme të mëdha dhe ambasada do të largohet, thotë që 5% është një kërkesë e padiskutueshme. Vendet evropiane nuk e përballojnë dot 5%. Amerika ju ka thënë disa herë sigurinë duhet ta garantoni vetë, jo nga ne. A kanë drejt? Kanë. Por aleanca North-Atlantike është aleanca e perëndimit. Trump është president në hikje, edhe 3 vjet do të jetë. Nuk besoj se do të shkojë deri atje. Gjithmonë Banaking.